Përshëndetje të dashur miq të televizionit Syri. Jemi këtu bashkë saj të martë për të realizuar një tjetër temë diskutimi, të cilin besoj se do të pëlqeni të gjithë dhe secili për jush, e posaçërisht ju të cilët jeni të pensionuar. Për shumë kë, faza e pensionimit duket të jetë koha më e artë, për shkak se nga ajo koha ata përpiqen të gëzojnë frytet e punës së tyre, qoftë profesionale, por gjithsesi edhe familjare. Disa të tjerë përpiqen të qëndrojnë të izoluar brenda atyre hapësirave të tyre familjare me idenë se mosha e pensionit është ajo ku do të kujdesesh për familjen më shumë dhe do të shijosh në brendi nipat dhe mesat. Por, fatmirësisht, ka edhe ata disa persona të tjerë të cilët kohën e pensionimit e kalojnë shumë aktiv. Prandaj për ditën e sotme do të trajtojmë temën pensionistët aktiv, të cilët në profesionin e tyre ndonë se janë të pensionuar, por vazhdojnë të jenë aktiv aq sa munden me kontributin e tyre. Dhe kjo përpos që i mban gjallë dhe përpiqen të jenë më shumë produktiv në punën e tyre, në të njëjtën kohë besoj se gëzojnë edhe shëndet të plotë derisa janë të gatshëm të punojmë. Kam kënaqësi të ftoj në studio të prezantoj të ftuarit e mi, profesorin Mazlum Kumnova. Mirë se erdhe, faleminderit. I shoqëruar nga zoti Fatlik Lila, avokat, mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Gjithashtu edhe doktor Avni Mati, oftalmolog, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Kënaqësi me qenë sot para jush dhe me pa që njerëzit edhe pas pensionimit i shijojnë frytet e arta të punës së profesionit. Fillimisht më tregoni, si është një ditë e juaja, sa është ajo aktive dhe sa ju duket sikur po merrni çdo sekond të ditës për të shijuar atë siç ju e doni? Është hera parë që e marr pjesë në një diskutim se çfarë të bëjmë kur të dalim në pension. E të vërtet edhe të falenderoj që ke pas guxim edhe ke marrë këtë temë për shurtim. Unë thjesht jemi mësuar ditën e mram ka përcjell institucioni ku ke qenë, edhe ditën e mirë edhe nuk është mërzit kush mo për ty. Do shta këtu o gabimi i shtetit, thjesht në përgjithësi, i cili nuk ka një program se çfarë të bën me njerëz që dalin pension e i duhen ende shtetit. Dhe i duhen ende shtetit. Unë po flasë për mësimdhënësit. Sa mësimdhënës kemi? Asnjë nuk shfrytëzohet. Jo mu shfrytëzu, po të thirrën ndonjëherë në shkollë me një konsultim, çfarë të bëjmë, i kemi këto probleme, i kemi këto plane programe të re, do më thonë ta shfrytëzojnë përvojën e tërë. Unë nuk po them se të gjithë mund të kontribuojnë, po ka mësimdhënës mirë dhe i njoft, të cilët mund të kontribuojnë në shumë çështje. Prandaj ishte befasi sot kjo për mua. Faleminderit, profesor. Zoti Lila, cili është angazhimi juaj ditor? Unë prej momentit parë, ditën që më pensionu, që të nesmen kom vazhdo punën me të njëjtën ritëm, të njëjtën përgatitje, të njëjtën ndjesi, sikur se tisha në marrëdhënie të rregull të punës. Mirë po kuptohet me një ritëm më të ngadalt edhe me një vëllim më të zvogëluar të punëve. 3 arsye kanë bërë veten që me mujtë me vazhdu me punu, me komuniku me njerëz, me kontribu për veti dhe një disin. E para ishte shëndeti psikofizik, e dyta me kontribu pakës edhe në buxhetin familjar, se për ndryshe do t'ju bashkangjit që armatës dorëzgjaturve me kërku mosh për të tjerve. Dhe e treta, shumë rëndësi, që me pas me kënë me kontaktu gjatë ditës, të fillu prej shokëve dhe shoqeve që nga shkolla fillore, mesme, atër të fushës sportit, aktivitetit politik, shokëve të burgut, edhe këtyre pleqve me hadhe të përbashkëta ku ndaj të njëjtin mendim që ka vend hala me lyp me në angazhu e mënyrë volontere, pa pagesë për me vazhdu me dhonë kontributin për këtë vend në fushat tona caktuar. Unë edhe pse jam ende ka shoqatat burgosën politikë sekretar japi kontributin tëm, nivel lokal edhe qendror, mirë po kemi mjaft shka t'japim hala prej vetit që ky mjedis me u duk dhe me u ndje ma mirë dhe ma ndihmumi edhe i përkrahët prej
tjerëve. Faleminderit, doktor. Puna e mjekut e ka atë humanizmin edhe profesionalizmin e vetë gjatë gjithë kohës kur është në marrëdhënie të rregullta pune. Por duket sikur ajo të përcjell edhe në vazhdimsi edhe pas pensionimit. Jo rëndom shumë mjek kanë thënë, unë sot e përfundoj zyrtarisht, por nesër prap do ta vazhdoj punën. Njëjtë duket sikur ka ndodhur edhe me ju. Kur jam pensionu, si jam një fare mirë, për arsye se fizikisht e psikikisht e një e vetën shumë mirë, kështu që u desh pensionohem e mos të punoj. S'dija ku ta qoj ditën e kohën. Dhe ana tjetër, u pensionova me 40 euro pension. Edhe thash vetit edhe shokve, €1 pas ka qenë kontributi im 40 vjetëve. Po. Mirë, po u pajtova me atë. Për ndryshe, ditën e kaloj në fillim duke shëtitur. Kom pas qef me shëtit. Ka ora 11-12 me shok dalim pim kafe. Mas dite, jam dashamir i madh i sportit, i futbollit edhe i pjesëve tjera të sportit. Shikoj televizionin. Në mramje, zakonisht dal me shoqen, ose të tmit, të afërmit të mi. Për ndryshe, kam pasion leximin, kohën më të mirë të pushimit e kaloj duke lexuar. Kjo konsideroni se ju mban gjallë edhe në një farë forme ju ndron ato dinamikat e përditshmërisë. Unë mendoj që duke qenë aktiv me miqt, me njerëz të profesioneve të cilët janë ende aktiv në punat e tyre, ju në të njëjtën kohë e mbani gjallë edhe profesionin e juaj, sepse ajo ju bën njeriu thonë kur pensionohet, nëse nuk punon, nëse nuk vazhdon me qatë profesion, i duket sikur kontributi është më jullët. Më falë, harrova diçka tjetër. Po. Pas dite, vazhdoj me punu në profesionin tim, bashkë me 2 kolegët mi të ri, cilët e kanë hapë klinikën e vetë të tyre, edhe më kanë marrë si mjek, si konsultant, edhe si të kry punën time profesionale si mjek i syve. Shumë e mirë. Profesor, ju kemi pa aktiv edhe në shoqatën shtatmarrësi edhe duke u marrë me çështjet e arsimit edhe krejt. A ju ka bë kjo me u ndihmë më mirë që këtë kontribut ju do ta leni si pasuri pastaj në libër që pas nes gjenerata të reja ta kuptojnë se kush janë njerëzit të cilët kanë shkruar për arsimin në Gjakov. Mirë, ne kur kemi qenë në arsim, kemi vetë që ka shumë mungesa. Po. Një ndër ato është edhe shënimi i historisë së shkollës shqipe në Gjakov. Ka pretendime, po jo e mjaftueshme çfarë ka qenë. Prandaj jemi mbledh disa shokë, 10 jemi, e kemi formu një organizat që veteran të arsimit, po shtatmarrësi, edhe kemi fillu. Puna parë të cilën edhe unë e kam kërku, që të hartojmë monografi. Po. Edhe kemi filluar prej shkollës parë shqipe, edhe deri në vitin 2000 e patëm planifikuar në fillim. Tash kemi ardhur ka mesi, e kemi botu 3 tekste, 4 tekste. Tash jemi duke punuar prej vitit 44 deri në vitin 2000, besoj edhe ja 3-4 tekste gati janë. Të gjitha këto jenë angazhimet tona. Aq edhe më keq është, se për hulumtimet të tilla ti duhesh të shkosh në arkiva. Edhe kemi qenë në arkivat në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, këtu të na. Do thot, me një farë mënyrë janë shpenzime, kur kush nuk llogaritën te. Prandaj kjo është vështërsia jonë më e madhe, po thot, si pensionista. Prandaj shteti duhet të mendon për këta. E se qeveria qendrore nuk ka ndonjë plan të tillë, që o fatkesi, thëmë. Për shkak se ti mund t'i angazhosh njerëz të cilët kanë kontribuar dhe njohin profesionin. Tash, do më thonë, përpjekjet tona janë të
se ta hartosh libra e të botosh libra, duhet shpenzimet të mëdha. Jemi duke punuar dhe sa kemi mundësi, prurje të reja, informata, arkiv, sepse në monografi gjithmonë janë këto komponentet kryesore. Për shkollën shqipe, ne jemi ka krym një punë, po përsëri mu për më duket pa kosht. Do më thonë dhe gjeneratat tjerë që vinë pas nesh duke bazuar në këto monografi të cilët jemi duke i botuar ne, mund të krijojnë edhe tjerë. Po pse mos të mbledhim si dhas krejt të komunës së Gjakova ose drejtuar të shkollave dhe të obligojmë që çdo shkollë ta harton monografitë të tërë. E kanë fillu 2-3 shkolla, ama pak është. Duhet edhe ma shumë. Zotë Lila, sa ju mban gjallë ky profesion, duke ditur që profesioni avokatis kemi të bëjmë me ligje, ndryshime të legislaturave, ndryshime të neneve, të rregullave vazhdimisht, dhe ju sa përpiqeni ta ndjekni hapni në këto drejtime tash kur jeni në pension, por ushtroni të njëjtën punë? Të mban në kondicion të kohës dhe punës, për shkak se ligjet e reja duhet me u përcjell. Njerëz vinë me pyet, dashamirët, vinë palët, për cilë duhesh me qeni përgatitur për seanca gjyqësore e të tjera, kështu që asnjë moment nuk e ndjen veten që ke dalë prej trendit kohës, po je në rrjedha vazhdimisht sikur se të tjerët. Kur kësa jashton edhe kontaktet me shokët e shoqet e gjeneratave të mëhershme, të fushave të tjera, të aktiviteteve të tjera, ilegale, legale, atër begatuar në asnjë moment s'ki ko me uni i vjetër, veç ku ta shë vetën pashyre, pak e sati. Aty që për ndryshe jo, edhe bashku me nja 2 shok, kem punu mbi 2 vjetë me hartu monografinë të burgosin politik komunës Gjakovës. Në është desht me mbledh materiale, mes Mehmet, baba dhe bab gjyshi, po me ju bo me i fut të gjithë me një përmendore prej letër se që unë për 810 njerëz nga teritori komunës Gjakovës. Është publiku para 2 vitesh, kështu që Gjakova e ka një monografi të vetën për ata njerëz. Pas tërë, të shletu materiale, kemi hasne për disa figura që shumë pak kem pas një uni ose krejt pak. Në bashkëpunim me 7 marsin, i kemi shkëmby se atëherë patriotet e lapsit kanë qenë të njëjtën kohë dhe të Pushkës, të njëjtën kohë dhe të burgosën politik. Kështu që një ndërlidhjen me zveti një punë edhe i ndryshim i fakteve të reja ku për një knaqësinë kontributin e vetë që po jep se cili prej nesh që hala kemi ka i qelë në mëngjes e dim që kemi dalë dikun më shku. A është e mirë kjo, doktor, a të bën me undim mirë në mëngjes që krahas aktiviteteve tjera, ti e ke, si që thot, një qelës ose ke një vend ku do të aveshësh mantel uniformën e bardhë prapë dhe do t'jesh në shërbim të atyre që e besojnë punën tuaj. A ju bën me undim ma mirë e përmbyll ditën ma mirë kur ka pacient? Sigurisht. Unë e një veten shumë mirë kur punoj e kur ndihmoj akoma njerëzve. Bile, ka raste kur njerëz më nalin në rrugë e më pyesin për problemet e tyre. Edhe i përgjigjem, edhe shpeshherë shkruaj edhe recepta në rrugë. Sa e mirë. Nihem mirë kur punoj, edhe një veten të aftë, edhe gëzohem që jam në gjendje me ndihmu hala, me ndihmu. Po, a ndodh kjo me gjithë shokët e juj, shoqërinë e juj, sepse ju rrallë shojmë njerëz që kur ju afrohet koha pensionimit, fillojnë pak atë plokshtin emocionale me pas edhe me përcjell deri në pensionim e pastaj ai dola, ai po rritash në shtëpi, po kujdesem pak ma shumë për nipa, për mesa dhe harrojnë me u marr pak me veten me këtë pjesën e profesionit. Është një kategori e tillë. Edhe unë pajtona me këtë. Është një kategori e tillë. Po unë e kom gjithë një fjallën të përse komuna nuk krijon disa iniciativa të formimit të ONG-ve të tilla. Edhe e ka një kategori që dalën pension, edhe vlerësohen që janë njerëz të cilët e kanë një aftësi të caktuar, edhe pse nuk krijon ONG të tilla. Edhe ti financon sa do pak. Për me fillu punën, thjesht unë thash pas,
Na kemi botu librin e vitet 90, arsimin e Gjakov. Libër e shumë faqe. E botum gjuhën Shqipe, e dërgum Prishtinën, Tiranën, Shkopën. Kemi marrë fjalë shumë mirë. Por, para disa mujve, iniciativa e ime e mblidi i thash ta përkthejmë anglisht. Ne kemi përkthy anglisht dhe i kemi dërgu. Disa kolegët edhe profesorët Zagrebit, bili po më thjem njëri në telefon, tha, e më kelon 5 ditë pa gjumë, tha. Tha, fenomenal. Ju që punë që i keni kuj, është faktografi këtë, me helmime të nëzaza, me vrasje, me këtë. E kur dihet që ajo punë është bërë për pensionistëve, do më thonë, janë një grupë intelektualësh të cilët... E mora këtë periudhë, për këtë periudhë duhet shkruar edhe me 100 libra. Për bes po, se sistemi shtëpi shkollë nuk ka në sisteme botnore. Ky sistem të cilin e kemi zbatu na, do të hynë në kodën e sistemeve të arsimit botnore. Prandaj duhet të afrojmë shumë materiale dhe mbesëm që njëkohësisht aty është edhe gjenocidi serb, i përshkruar me faktografi. Do të thonë, duhet një përkraje e madhe institucionale. Gjithsesi ku është dora e institucionit, gjithçka shkon më lehtë deri në finalizim ose me realizim, sepse përkraja bën vetën, edhe imazhi edhe gjithçka. Ishim aty te ajo pyetja të disa njerëz të cilët dorëzohen, thonjëza, do ta them, dorëzohen me moshën. Kjo nuk ka ndodhur me ju, por cilat janë ato biseda që i zhvilloni ju me ata miq që të mos dorëzohen, sepse vazhdon tutje. Është një kohë e artë, paktën kështu quhet. Janë disa kritere që e bojnë njerën mos me u dorëzu. E para është shëndeti, e dyta vetbindja që ka çka bën edhe matutje, që mund të jep hala matutje, leximi. E treta, kesh edhe një rreth shoqëror me të cilët kishka debaton. Se edhe këtu kategorizohet edhe shoqënia me njerëz që s'kan lexuar, duhen me kërku një vend krejt tjetër ku me u gjetë, edhe gati shumë pak produktiv. Të tjerë që mësu me qenë aktiv, edhe pasurarit punës, sa kanë qenë në marrëdhënie të rregullt punës, ata vazhdojnë me qenë, me lyp me gjetë veten. Ata që kanë ardhur për i punës edhe me njerë jashtë jykun nër kokë, s'kish ka lyp, do të thotë pasivitetin e thirr edhe me njëherë, mendon se me përfundimin e ditës fundit të marrëdhënies punës, duhet më shku në depo. Tjetës, jo. Mos me u dorëzu për ato çka të kamet, e çka mund të bën një njeri që me qenë sa aktiv, se ju ndihmon edhe të tjerëve, që je pasqyrë mirë, se shkon ingranazh, tu tërhek njëri tjetrin, edhe... Përfshi një koleg, një shok, një profesionist tjetër, fillon prej një kafeje, prej një teme, prej një libri, prej një debati, e deri në ato pushimet organizuar për plot qoftë pikniqe, qoftë edhe bregdetare javor. Do më thanë, nuk të lodh puna, doktor, ha? Mu më mban në jetë lëvizja, puna, leximi, edhe shoqëria natyrisht. Kur dal me shok, bisedojmë për tema të ndryshme. Zakonisht për aktualitetin në Kosovë, madje për sportin, për filmin, për artet të ndryshme. Kam një shok në rri vazhdimisht piktor, Masar Kupën, qajmë hallet tona përditshme. Kështu që koha kalon mirë. Si tha dhe profesor, avokati, kur ki me kënd bisedosh, gjen edhe tema të mira. Nëse ngrehim një paralele më asaj dite që e keni pas ju në marrëdhënie të rregullta të punës dhe kësaj që bëni sot, a ju duket ndonjë ndryshim? Nëse profesionin e njëjtë e zotroni, por e zotroni në ambiente të ndryshme, a ju duket që ka ndryshime, qoftë me mënyrën se si pacientët sillen, qoftë me mënyrën e problemeve shëndetësore ose lëndëve që keni trajtuar dikur edhe tash, ose punës që keni bërë dikur edhe tash? Do të thënë, si përpiqeni këto dinamika me i bë pjesë të përditshmërisë tuaj? Ka ndryshime, po nuk janë as të mëdha, se vetvete me kohën, ndrojnë ligjet, ndrojnë metodat e shërimit, moshat, distanca në mes klientit, pacientit edhe neve është ma e gjatë.
mënyra e sjelljes ka ndru, mirë po prapë bojnë veten se na shtin edhe neve me u përgatit edhe për kategoritë e moshave ditëve të sotit. Ku jemi sot sa i përket kujdesit ndaj shëndetit, për shembull për sytë, dhe sa kemi një kulturë individuale që të vizitojmë oftalmologun me kohë para se të fillojnë problemet tona? Ose a ishte dikur më e madhe ose më i vogël ky kujdes, apo është rritur as zvogluar tani? Po mendoj që kujdesi për shëndetin nuk është i mjaftueshëm të gjithë. Presim që thonë në minutën 12 vitë mjeku të ankohen për problemin që ka. E shumë herë mundet me qenë vonë, sa ma heret t'i bish problemit në kohë, aq ma suksesshme është terapia, shërimi. Kështu që njerëzit në krahasim me të kaluarën besoj që janë vetëdijsu më shumë, edhe vinë edhe kërkojnë ndihmën në kohë, shumica. Kjo është shumë e mirë. Probleme gjatë punës time me pacienta nuk kam pas asnjëherë, raportet i kam shumë të mira me ta, sjelljet e tyre janë të kënaqshme, si nga ana jam edhe nga ana tyre. Nuk kam kur farvrejtje. Do të lidhesha pikrisht me këtë pyetje. Sa është e rëndësishme që të punosh në një mjedis me kolegë të ndryshëm 40-45 vite varësisht prej kohës sa keni punuar, dhe ta kurorëzosh ditën e pensionimit si një njeri i përmbushur, për të shprehur pastaj gatishmërinë për të kontribuar tutje. A është kjo edhe një pjesë, sepse sot po i përcjell njerëzit pak edhe egoizmi, edhe mënyra se si punojnë në vendet e tyre të punës, sikur janë bërë më vetjak, sikur po mungon bashkëpunimi. A ka qenë më i madh në institucione dikur bashkëpunimi? Po ka qenë. Qofsha gabuar, por disa gjëra po i shohim. Jo, në një farë mënyrë për shkak se këtu ndikojnë shumë faktorë. Po. Ndikojnë. Po ka qenë angazhimi më tepër. Unë besoj edhe ne kemi qenë vetëm si vllazë, po dhe tash ka angazhim, por duhet ta krijojmë një ambient të punës. Pse për shembull, nëse një shkollë i ka dalin në pension 2-3 mësimdhënës, nuk i thirrë ata ndërkohë e ta krijon një kant historike në shkolla. Për që 20 vjetë kemi kërku shkollat ta ketë kandin historik. Ende nuk i kanë 2-3 shkolla. Po thirrni ata që janë në pension, pun tjetër s'kanë, vinë në shkollë, i ndihmoni edhe ju dhe krijojnë, do më thonë edhe ata ende krijojnë diçka. Çështë nëse ti krijon diçka, e sheh veten që je ende aktiv, je i zoti vetë. Zoti Lila? Harmonia edhe bashkëpunimi shumë më i madh ka qenë me gjeneratat më herët, në mes veti. Njerëz kanë qenë shumë më solidar, janë ndihmuar në punë. Po ashtu nuk e kanë shef profesionin. Edhe kemi ardhur deri te puna grupore dhe kolektive që është alfa dhe omega e rezultateve. Tash ajo mungon. Këndo që e pyet, prej punëtorëve më thjesht, edhe deri te ju në arsim që një të pavarur se ti edhe ditari jeni orë dhe s'ki punë me kërken. Thot, kur s'vjen koha me dalë pension, kujton se o shejtëria. Ja. Ajo flet për diçka, po njeriu i jonë sot është egocentrik gjithnjë më tepër. Ajo bën më të vorfun në shpirt. Se për dishëm e më të padishëm, aty për me hi me kualifiku duhet me bo proces në vete e sondazhet e tjera. Pra ne mungon kënaqësia e momentit për më shkuar në punë sot krahasu me dikur. Pajtohesh, doktor? Pajtohem. Edhe mendoj se sa më shumë të ketë harmoni në mes kolegëve, me njerëz me të cilët punon, suksesi është më i madh. Kështu që mu më vje keq shumë kur dëgjoj që me një klinik, për shembull, ka profesioni jam, 2 mjek nuk flasin e veti, pa bashkëpunim, pa mirësjellje, pa raportet mira edhe sukseset mujnë me mundu. Nuk është mirë. Çfarë bani mend ju nga ditët e lumtura të punës suaj, para se të merrni titullin pensionist? Njeriu përgjatë jetës kalon
në ditët të punës nga më të ndryshmet, qoftë probleme, qoftë kërkesa, qoftë dëshira, qoftë suksese. Ato shpesh herë i kujton ndoshta tash kur je pak më i qetë dhe më pak angazhime. Cilat janë ato kujtimet e juja për të cilat ju doni t'i ndani me shikuesit tanë? Unë kam shumë kujtime për shkak se kam ndërru profesionet dhe pozitat gjithë. Secila nga këto pozitat të cilat i kom pas, ka kriju diçka. E vërtet, po. Edhe Për shembull, ka çka qenë kishe model. ndomeni? Çka nuk kisha kërku mo kryetar i komunës. Se vështërsia? Është fill pas luftës, ka qenë me të vërtet për e orë 7 dhe në ora 12 natës. Ka qenë qeverie për koshma, E atëre pa koshma, me institucionalizuar 100 si duhet me edhe 100 halle, me shumë probleme. Prandaj, vëra, tash ndushi si profesor në universitet është pak më ndushi. Po. Është një jetë ma qetë. Nëse nuk merresh me politikë, edhe unë kisha preferu se profesorat në universitete mos merren me politikë fare. Gjithmonë është folë që arsimi të mos politizohet në asnjërin prej sektoreve. Qoftë para universitar, qoftë universitar, është mirë që të dohen këto. Të cilat varësisht nga vendi punës, edhe motivojnë. A më shumë të ka sjell stres në vendin e punës politika, apo mësimdhënia? Mësimdhënia, o e ime. Ka qenë knesi se unë dushit të bisedosh e studenta ose me nëzatë, është një peritim tjetër. Edhe me një farë mjë e manifeston atë që kërku gjithë jetën. Po. Si bëzë. Zilila, qka ndonë ti? Se ti me palë ke nevoja dhe kërkesa nga më të ndryshme. Se kom kalu edhe unë për disa vendet punës, të profesionit tim, po mjediset të tjera të ndryshme. Po një nga ato që në njëjtën kohë ka qenë ma e vështira, po edhe knatësia ma madhe për mu, kur e kom bë rregullimin e toka me komasacion. Shka thot ajo? Shkurt. Me rregullu mezhën, mës me pas tokë pa kufi, pa mezhde, pa rrugë edhe pa vodë. I kom hek 3 pretekset që e kanë shoqnin shqiptare ndër shekuj për me uvra. Kur gjithësha problemet e tilla, edhe pse deri mas mesnate, ishte knatësia madhe. Dhe më thënë, sot krijohet një farë lloj autonomie, deri në punë, orar të punës, punoj, kur kthehem në shtëpi nuk vazhdoj më. Ju jeni prej aty në njerëzve që keni punu edhe pak... Odem ka zonë të shpjegune për harta me geometra, pas mesnate. Doktor? Mu më në gjallë e të fort kujtimi i njerëzve, respekti i njerëzve ndaj meje, edhe mirënjohjet e ndryshme të njerëzve që nuk më harrojnë. Jam shumë falenderues ndaj tyre. Po, raporti me pacientët? Raportin me pacientët e kom marrë gjithmonë nivel. Kur probleme s'kom pas me pacientët. Edhe ata janë të kënaqur. Edhe kolegialiteti ka qenë më i mirë dikur? Besoj që po. Edhe më vjen shumë keq e përmend pak më parë, kur 2 mjek punojnë me një repart, edhe nuk flasin e veti, s'është mirë. Po të rinjë, të cilët zotrojnë profesione kështu si që i keni ju, që rastisit të jeni 3 profesionet të ndryshme, sa janë të gatshëm të marrin instruksione prej profesionistëve, sepse jo rastësisht thonë dia kur nuk përfundon, se cili profesion të sfidon me diçka të re. Sa gjejnë kohë ata ta merë doktorin, kam has në gorë qëtu të që këtë trajtim, qëfar kisha mujtë me marë prej teje një instruksion? Besoj që janë të ralla ato raste, se këta trit po mendojnë se dinë ma shumë se na të vjetrit. E kështë qenë mirë me pas konsulta me të vjetrit, se përvoja bën të vetin. Ka 3 që thonë, ja, maraj, i moqëm, ka kalu koha ti. Nuk është mirë konsultimi në mes mjekve për një problem. Se s'mundet një njeri me zgjidh një problem, kudo ka problemet të rënda, që me konsulta në veti mund me zgjidh.
E është mirë bashkëpunimi. Nëse mungon kjo në raport me të rinjtë, atëherë nuk është e mirë, sepse ki marrë diçka ti prej përvoje sot, edhe do t'i shërbej ati, ose e pëson pacienti, shumë sak. O vështirë ta kuptojnë që është domosdoshme përvoja e dikujt tjetër. Fiton, se këtë nuk shkruan libër. Po është edhe përvoja e njerë. Në vete përvoja, sepse sfidon rrethana të ndryshme. Edhe është mirë të bashkëveprojnë. Në çdo qoftë në shkollë, qoftë në institucione të tjera, ta kenë një bashkëveprim në mes të veti. Neve na mungon kjo. Zoti Lila, po. E njëjta gjë, unë kam raste me kolegë të ndryshëm që vinë me u konsultu, po jo ndoshta në atë mas sa kishin mujt me më shfrytzu falë përvojës që kom prek shumë fushat drejtësisë. Po në profesionin ton është edhe një gjë se më ardhë me u konsultu shpesh, në kupton po pse s'po ma bjet klient mu po marrën vetë për e kështu o një defekte në vete, po me gjithate është e kënaqshme njota. Po vitet janë vetëm numra? Tek vitet e juaja? Jo. Pse? Po nuk janë vetëm numra se më ka do shpesh edhe kom harru dhe ditëlindjen. A doktor, harruat do nea. Për shumë shka numra, po për diçka prap e kanë efektet e veta. Për shembull? Është dinamika, ritmi, edhe e përmena ma herët, letër njoftimin kur ta nëzirë dhe ishe shokët për rrëth ti që aty porë je. Aty porë, doktor? Unë besoj që nuk janë numra. Sepse qyshe njën vetën njeri. Unë kur nuk i them njeriut sa vjet i kam. Njerë bile i tregova i kam 83. Thash, jo 83, i kam 38. Ndroju vend. Shumë e mirë. Me gjitha të është shumë e rëndësishme që njeriu të ndihet i kompletuar me vetën në vetë edhe këto vitet të ecin, po të shijohet se cila pjesë e ditës. Sa po i shijoni edhe këto momentet me familjet? Sa unë që them, ndoshta rezultatet e punës, nipat, mbesat, fëmijët, sukseset, diplomat, a jeni të përmbushur në këtë drejtim? A mendoni që këto kanë qenë synimet e juaja kur jemi te familja? Se njeriu e bën atë bilancin ndonjëherë, kthehet dhe e bën atë bilanc, po nuk e zbaton në tërësi. Për shkak se janë edhe faktorë tjerë që ndikojnë. Faktorë tjerë, edhe fëmijët rriten, kanë kërkesa tjera, gruaja ka kërkesa tjera, edhe fund janë edhe probleme tjera absolut, të cilën ndonjëherë nuk mund të realizojnë vetë. Thjesht s'mund edhe pikë, po këtu mendoj që përsëri është obligimi jonë që të kemi kujdes në komunikimin e sipër, të bindim edhe antarët e familjes se cila është rruga që duhet ndjekur. Gjithsesi, zoti Lila? Afërsia dhe raportet që i kom ndërtu me niprit dhe mbesat, dhe rezultatet e tyne për mu janë kuptimi i jetës tashti. Sa që ata më të veçlit i quj oksigjeni janë për gjyshin edhe gjyshin. O, sa e bukur. Faleminderit. Doktor? Është kënaqësi e madhe kur gjindem në mesin familjar, sidomos në mesin e pasardhësve, të nipave, të mesave të mia. Është kohë shumë e bukur, shumë kënaqësi edhe më kalon ajo kohë sekunda më duken. Sa e bukur. Shpesh, po rëndom dita lidhet edhe me financat. Fillon nga mëngjesi, kërkohet diçka e kështu përmbyllim ditën duke shpenzuar. Fatmirësisht e thatë edhe në fillim, puna juaj ka bërë që ju ekonomikisht të jeni mirë në këtë drejtim. Po ne kemi qindra mira pensionistë të cilët mund ta kenë fatin e doktorit me 40 euro të jenë dalë në pension dikur, edhe pse tash është 90 euro nëse nuk gaboj ajo pensioni i parë, pastaj vinë ato në bazë të kategorive. E të tjerë ndoshta sa do deri 200 sa mund tjetë ose 300 më i madhi. Por, prap se prap nuk përmbushen ato nevoja, duke filluar nga shëndeti edhe kërkesa tjera. Sa ju bën me undi kjo nga njëherë
ndoshta mund të themi dhimbshëm ose keq për bashkëmoshatarët e juaj të cilët nuk e kanë pas fatin me i pas profesionet që mund të vazhdojnë edhe më tutje. Cili doni, mund të aplotsoni njëri tjetrin? Nuk është ndjesi fare mirë, se atë hetojmë kur dalim në për lokale me pi një kafe. Fillojnë me mungu, ose nuk janë për disa ditë se aj të pi me shok, dëshën edhe aj ditë me i qitë shokve. Ata lëmoshën se mo për pensionës mund të flitet, e një lëmosh është një ndim sociale që e marrim, shumica nuk e përmbyll atë bilancin mujor të ilashnave, se dihet çfarë çmimi, dihet çfarë lartësie. Prandaj në kjo shoqëni duhet me i kthy syt pak edhe ka këta njerëz që i kanë kontribu ka 40 vite në gjitha fushat edhe për rreth me pa çka është ndërtuar prej kontributeve tëne. Më së shumti profesioni i zotni Mazllomit, po edhe ju që e vazhdoni, po edhe i mjekut, për kontribut për ndërtimin e njeriu si njeri që kanë punu edhe punën në fabrikat ku prodhohen njerëz, e ti lësh në pëshirën e dikujne. Ulem ne të tërë, thot ju ka pagu dikush kafet edhe ta bën me 2 duar sa herë që një kërkush hiq. Është të mëshme. Duhet me pas kujdes pakës. Faleminderit, doktor. Edhe unë mendoj që nuk është e mjaftueshme me këto pensione me dalë në kryj, si thonë. Që është kosto e jetës gjithë një e më e vështirë, më e rëndë. Të pensionerët, barna, sa marrin, nështë gjysa e pensionit mund me shku në barna. Dhe ma shumë, ndoshta. Po dhe tjera të sene, jo rryma, jo uj, jo bërlogu, jo televizioni, kështu që është pak problem puna e pensioneve. Nuk mjafton. Po bën të zësh, po? Po, unë nuk e kom mendu që ka marrë ajo ditë që kur jam në pension, mi këshyrë kalendarën kur vje koha e pensionit me marrë. E në atë kohë jemi, është mërë. Seriosisht po thamë, nuk ka kur farë diferencime. Në Shqipëri isha në Shkodër në universitet, edhe bisedum për çështje të tjera, shku me drejt, po më pyet vetë rektoria, tha kur del në pension, tha si vjetë. Sa keni pension, atëra kishim 150 euro. Ku i thashë, tha, a i një normal, profesor universitar. Me grada shkencore. 700 euro, tha ne kemi. 7.000 euro për bje. Dhe më thënë statusi pensionistëve në Kosovën tonë vazhdon të mbetet në mëshirën e... Si na që kemi të kujnë do fakultete dhe jo, si një punëtor, i që abrate që i pëshirën. A ke investu gjithë jetën për shëto? Po. Po. Si për të këthejat ajo? Kurse si. është edhe mshme, edhe është e përditshme, sepse edhe sot njerëzit dalin në pension duke mos i plotësuar këto kuotën e viteve sipas ligjeve në fuqi, fatkeqësisht kanë probleme me thjesht mund të themi me gjendjen e tyre ekonomike e cila ju vështirëson. Sa është e rëndësishme te ju doktor, sepse duke qenë me mjekësi, që moshat e shtyra të kenë kujdes me shëndetin e tyre, të vizitohen më shpesh, të përcjellin secilin ndryshim në mënyrë që të gëzojnë secilin ditë të jetës së tyre. Shumë e rëndësishme është kujdesi ndaj shëndetit, sidomos të njerëz të moshuar. Sepse gjatë jetës, me kalimin e kohës, ndryshimet ndodhin për çdo ditë, për çdo orë mundet me ndodh. Vije e papritura, shtrëngimi, kështu që konsultat e mjeku, sidomos të ne, do të jenë bile në çdo 6 muaj. E bëni ju këtë, zote Lila? Jo, me rregull, po i kom disa parametra për cilës të vetvetes. Aha, shumë mirë. Terapinë e përditshme, ecjen e natyrë e kom standarde, disa ushqime bimore kryesisht, me mishna që ndroj mirë, mos thonë vegetarian, po
afrone aty ka mesi, dikun mishnat e kuq pak ma rrallë, edhe pse i du, e të peshkut e këto, kështu që ende në kondicion, po deshte pa desh, kur plakësh pas ka pak defekte, s'ka se çdo pjesë fillon mosos. Po, mos më udorzu, ha? Ja, në asnjë mënyrë. Edhe unë kom hallin aty. Po. Për shkak se intervenim në zemër kom pas edhe mosha, sheqerit, po kom fillu të merrem me aktivitete fizike edhe heci në ditë 12 km. Ka që shumë? Po tash mjek jem kam akuzojnë. Së është shumë? Shumë edhe shpejt po hecë. Ritmin? Po të mungon ritmi, profesor, ndoshta. Shtu që është të pështirë me definu një se si me shkullë. A me shku 12 km ajo? Jo, thash, 4-5 km për njërës të moshuar, është mjaft. është e mjaftushme. E mjaftushme. Doktor, 6 i ka të vetat e 6 grusi i ka. E kjo ecja që këta nga qyteti ynë e praktikojnë shumë deri në Shkugës dhe kthimi, a e te i kalon këtë 5 kilometërshin me siguri në destinacionet të ndryshme? Si shojmë atë shumë njerëz të vjetër të cilët? Duhet me ditë njerëzit sa e kanë kilometrë. Me pas kujdes, do me thënë. Kujdes me pas. Edhe ecja s'duhet me qenë, si për thuti shpejt, duhet me pas një ritëm. Një tempo më të... Po mesatar, jo me mënu veten. Lodhesh ma shpejt me ecë se sa tu ecë nga dalë. Po. Doktor, prej kohës kur ke diplomu, e deri sot që je aktivende, për çfarë je pishman që se ke provu në profesionin tënd? Që lidhet, kuptohet me trajtimin, me shërimin, me... Nuk di, s'di që të themë. Profesionin tem kom arrit sa kom mujt. Kom mujt nështë edhe ma shumë, po kanë qenë kushtet. Për shembull, do një pacient kur ke pas dilema t'ja propozosh operimin, ose t'i propozosh diçka, ke zgjedh diçka tjetër, ma vonë, a mos ka ndodhur ndonjëherë që thon pse nuk ja propozova me kohë këtë ose diçka tjetër të ngjajshme? Jo, s'kam pas asnjë raste. Gjithmonë i kam thonë pacientit që me kohë duhet mu paraqit te mjeku. Po. Sepse sa ma herët të konsultohesh me mjekun për problemin që ki, suksesi ka me qenë më i madh. Mos më vonu. Po, sakt. Do t'i Lila, edhe profesioni juaj është sfiduese dhe shumë shpesh janë ato ngërqet mes trajtimit të lëndëve. Për çfarë? Unë kryesisht vendet e punës ku kom parakalu, kujtoj se jem plotësu, e disa që nuk kom parakalu, nuk kom desht me u gjetë aty, qoftë detyrën e prokurorit, ose gjyqtarit lëndëve penale, se në mjedisin tonë, lokalitetin e ngushtë ku je, është shumë e vështirë me e Do të thonë i ke parashiku rrethonat. Edhe rrethonat e në atë kohë që ishin, aty ka kom punu, kujtoj se mjaft kom punu tribu, ndoshta më ka met një boshllëk i vogël me punu si jurist në arsim, me disiplinu arsimtarët më tepër. Shumë e mirë. Po nëse si jurist do t'impunohesh nga rrethonat, që edhe ligjin ta interpretosh duke zgjatur djathtas e majtas. Po jo, aty e kom interpretimin tim. Shumë mirë. Për çka? Atë ka mbet diçka zhik që nuk e ke bo. Po shumë Për shembull, çka? Për shembull, do shta pse s'ka bëndu për vetë Na herë ose kur e ke rëzuna i student që nuk e ka meritu. Jo, për ata s'kom pas kur dilema. Dilema, shumë mirë. Për shkak se e kom pas fazat të tilla që mi bindë edhe vetë ata. Shumë mirë. Se aq je i përgatitur për problem. Shumë mirë. Stili jem i punës, mënyra e veprimit tim, ashtu kur s'kom pas e një probleme me atë. Mirë po, kam lana shumë gjera. Për shembull, çka? Për shembull, thash edhe pas, nuk jemi kthy, jo vetëm me disa shok, të hartojmë monografi për shkollat tona. Individualisht, për secilën shkollë. Në ekip, për shkak se vetëm
është shumë vështirë edhe nuk mund të jetë një monografi e plotë e tillë. Jo. Ekipet ndryshe punojnë, për shkak se plotësojnë dhe një e të interesant. Por, ka edhe tekste për të cilat kom bo përpjekje, nuk jenë botu. Për shkak se këto bastisjet e policisë është e pije e kom pas të rregullta, edhe kom pas të krynë shumë gjera, i kanë marrë këtë me vete, ka që ndosht e fillu prej fillimit, ka qenë një rrugë shumë e mundimshme, edhe fundit ndalësh, e thu, s'po mujt tjetë. Kanë betë shumë gjera. Po ky fenomeni i prindërve të shkojnë fëmijët në profesionin e prindit, sa ka qenë indikuar të kjo? Nuk ju kom rekomandu fëmijëve me arsimin me marë. Edhe këtë gote kanë marrë arsimin. Arsimin, pikërisht. Jo, unë pa asë një ndikim. I kom ljonë të lirë, letë mendojnë. Po, doktor? Edhe unë njësoj. Vetëm në rastin e fundit të djali jem, kur ka dasht me specializu, kam thënë, unë të këshilloj me marë jo profesionin tem, sy, mjeku në syve, po mere profesionin e stomatologut, sepse janë dy sy, kurse janë 32 dhëmë, kime pas punë ma shumë. Sa bukur, shfarë përshkrimi Edhe interesant. më kanë dëgju, për ndryshe ndikim s'kam pas, ka me studiu mjekësia, diçka tjetër. Ka zgjedh vetë mjekësin edhe janë knashur me zgjedhjet e tyre, besoj, po. I kam vajzat profesore, të jetin Po, profesore. pa tjetër, jetën e kemi kolege. S'kam diku me marrë diçka. E ka zgjedh vetë profesionin. Në fillim, edhe ti, edhe nga tha që lexoni, shikoni filma, kanë ndryshu, shijet e ju janë nga dikur edhe sot, sa i përket qoftë leximit, qoftë për zgjedhjes së kategorisë së filmave, apo keni mbetën atë zhanrin të cilin e keni dashur gjithmonë? Po tash ka ndryshu dhe mediat. Po. Është një kohë që e përcakton. Ato po ta përcaktoj, tash e shiqum atë, për para kemi pas librin, vetëm librin, imi ule, kemi po lexu, por ka kohë edhe ka mundësi që edhe të lexohen. Do t'i Lila? Po, leximet nga kaluara, po edhe të tanishmet, aktualet, që në përbot, kanë shkru disa hulumtues shkrimtarë të ri, për botën e kriminalizume, grupet e krimeve, gjitha ato transferimin e shoqënisë, edhe të fushës psikologjisë që dikur nga kanë mungu shumë në Shqipë, s'kem po as gati asni, të fushës filozofisë disa të tjerat, se kompletojnë jetën e kupton edhe për rrëte çdo gjë që ndodh ma mirë pse në të ndodh ato fenomene, e filmat kombinatorik në varësisht për disponimit. Varësisht. Doktor? Filmat si nxans ka ndodhë 2 filma për një ditë me pa. Ma shumë i kam pa filmat cowboy, kurse ma vonë më kanë interesu filmat me probleme sociale ma shumë. Ndërsa librat, si nxans, kam lexu ma shumë romane me problematik erotike, dashurisë, si të rritë të gjithë. Po. Tash ma vonë lexoj romane me probleme psikologjike, të inteligjencës, probleme sociale, eventualisht, biografi të njerëzve të mëdha kështu. Po raportet me bashkëshortet, janë po të njëjta si ishin dikur, apo kanë ndryshuar tash në moshën e pleqërisë? Zdi këta pleqë të kështu, çfarë mendi? Vish kanë ndryshu, kanë ndryshu. Kanë ndryshu, për të mirë apo për të keq? Po i tash, pak mirë e ma te për keq, po. Topi rrokullisë. Do shta keni ndryshuar edhe ju, nuk bie. Më rëndësi që ajo është ngjizë edhe ma shumë dashunia. Shumë e mirë, faleminderit. Ndryshimet janë dyanshe, edhe te gruaja, edhe te burri. Absolut. E rëndësishme është të gjendet një gjuhë e përbashkët dhe të kalohet dita ashtu siç e planifikojmë. Unë nuk naqa me juve dhe mora një këshilla profesionale, por gjithsesi edhe miqësore, duke ditur se jemi gjithë drejt një profesioni që na çon në pensionim, edhe domosdoshmërisht duhet
të marrin përvojat e juja për me ditë si me i menaxhu ato derisa të bëhemi pensionist. Cila do t'ishte ajo fjalia përmbledhëse që pensionistët pas 65-ës vërtet ta shijojnë jetën e tyre të artë? Unë kisha thonë ta vazhdojnë me aktivitete. Nëse është në mësimdhënës, të vazhdojnë. T'i shkruan përvojat e veta, se kanë përvoja pozitive. Pse mos t'i marrin mësues të ri përvojat e tyre pozitive? Ndikon në cilësi ajo. Edhe të vazhdojnë, për asë sa kanë mundësi, kupton. Që secili të përpiqet të jetë sa më aktiv brenda të mundshmës. Kuptohet. Doktor? Tjetë interesimi më i madh për pensionerët. Edhe vetë pensionerët t'jenë më aktiv e t'jenë më të shoqërueshëm në vetit, të gjindën në vetit, të qajnë hallet, kështu që kalon koha, mos të mendojnë negativ për jetën, për të ardhmen, për momentet e vështira. Faleminderit shumë që ndatë kohën. Uroj shëndet për ju edhe gjithat mirat në familjet e juaja. Dëgjua mesazhe shumë interesante nga të ftuarit e emisionit të sotëm që pensionistët të bëhen shumë aktiv, ta duan veten të merren me aktivitete ditore dhe gjithsesi të punojnë të nxjerrin të bukurën nga profesioni i tyre. Mirëmbëjtje dhe paqi, një mbrëmje të bukur. Mirupafshim.